Të nderuar shikues, përshëndetje, do jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e kanalit 7, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama flet në parlamentin izraelit, nuk ka paqe pa çarmatosin e Hamasit, shqiptarët nuk i dorëzuan hebrejt, Netanyahu vlerëson Shqipërinë. Dorëzohet në prokurorinë e posaçme regjistrimi origjinal 21 janarit, urdhri drejtuesve të gardës për të qelluar mbi protestuesit dëgjohet qartë. 24 vjeçarja plagoset me thik në rrugën e Durrësit, u godit nga babai i saj pas konfliktit, i lënduar edhe një i ri që ndërhyri në mbrojtje të vajzës autori në kërkim. Shkrumbohet një fabrik biskotash në Greqinë Qendrore, 3 gra humbin jetën nga zjarri dhe 2 të tjera rezultojnë të zhdukura, disa persona të plagosur. Njihemi mëngjesisht me zhvillimet kryesore. Në ditën e dytë të vizitës në Izrael, kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim në parlamentin e vendit. Ai tha se nuk mund të ketë paqe pa çarmatosjen e Hamasit. Rama nënvizoi se shqiptarët si askush tjetër nuk i dorëzuan hebrejt gjatë luftës. Gjatë takimit me Ramën, kryeministri Benjamin Netanyahu vlerësoi qëndrimin e Shqipërisë në krah të Izraelit pas sulmit terrorist të 7 tetorit. Për herë të parë, kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim në seancën speciale të parlamentit të Izraelit. Paqja dhe stabiliteti ishte në fokusin e fjalëve të kreut të qeverisë shqiptare. Pasi për Ramën, çarmatosja e Hamasit është e vetmja zgjidhje për popullin hebre dhe atë palestinez. Derisa Hamasi të çarmatoset dhe të çmontohet, asnjë paqe nuk mund të zgjasë dhe nuk mund të arrihet. Në ato tunele që Hamasi vrau, torturoi pengjet izraelite, do të ruhen si pjesë e rikonstruktimit dhe rindërtimit të Gazës, që të jetë dëshmi e paqes afatgjat që mund të arrihet dhe si shembull e memorjes kolektive që nuk duhet të harrojë dhe të sjellë vuajtje të izraelitëve dhe palestinezëve. Përpara ligjvënësve izraelit dhe homologut Netanyahu, Rama tregoi se ndër shekuj, vendi ynë ka treguar mbështetje ndaj hebrejve. Shqipëria është i vetmi vend që doli nga lufta e dytë botërore me më shumë hebrejnë të strehuar brenda territorit të saj. Gjatë Holokaustit, kur nazistët dërguan njerëzit e tyre, shqiptarët thanë se mund t'u merrnin Floririn, por hebrejt nuk i nxirrnin. Kjo nuk është legjend, kjo është Shqipëria. Ai nuk harroi të rikujtonte nismën e Bordit të Paqes, e cila shpresoi se do të risjellë normaliteti në Gaza. Vi këtu, pasi kuvendi miratoi vendimin për të bërë pjesë e Bordit të Paqes dhe të bëjë Shqipërinë vend themelues të Bordit të Paqes, që do të kontribuojë në këtë dritare mundësie të re për paqe për popullin e Gazës dhe rajonin. Toda raba lerosh mevshelet Albania. Thank you, Prime Minister of Albania. Më herët, Rama zhvilloi dhe një takim me homologun izraelit Benjamin Netanyahu, e cila u pasua me një deklaratë të përbashkët, ku kreu i qeverisë theksoi se Shqipëria u bashkua me dhimbjen e popullit palestinez, ama nuk tregoi kurrë urrejtje ndaj Izraelit. Edhe pse popullsia shqiptare, me shumicë muslimane, u bashkua me solidaritetin në mbar botën, me vuajtjen e popullit të thjesht palestinez gjatë luftës në Gaza, shqiptarët nuk u mblodhën në mitingje urrejtjeje kundër Izraelit. Krah atij, kreu i qeverisë izraelite Benjamin Netanyahu vuri theksin tek marrëdhënia e mirë mes dy vendeve. Ju qëndroni me kuraje kundër atyre që duan t'ju sprapsin. Ju qëndroni krah të vërtetës. Ju qëndruat krah Izraelit kur u sulmuam nga barbarët. Busulla juaj morale nuk u lëkund. Dhe kjo është diçka që ne vlerësojmë thellësisht. Më herët gjatë ditës, shefi i ekzekutivit vizitoi murin e lotëve në Jeruzalem, ku la dhe një mesazh paqeje. Shqipëria kujtoi këtë të hënë viktimat e Holokaustit me një ndjenjë krenarie për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës. Gjatë ceremonisë në Tiranë, diplomatë të lartë izraelit nënvizuan faktin se fatkeqësisht vitet e fundit është rritur vala e antisemitizmit. Këtë të hënë, në ditën ndërkombëtare të përkujtimit të viktimave të Holokaustit, në Tiranë u zhvilluan aktivitete përkujtimore në nderim të miliona hebrejve të vrarë, teksa u solla në vëmendje jo vetëm tragjedit njerëzore, por edhe kapitulli i veçantë i historisë shqiptare, shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Sipas vendes ambasadorit të Izraelit në vendin ton, Holokausti mbetet një nga krimet më të rënda kundër njerëzimit dhe një kujtesë e përhershme për pasojat shkatëruese të urrejtjes, racizmit dhe fanatizmit.
The Nazis did not invent anti-Semitism. Për fat të keq, historia e antisemitizmit nuk ka përfunduar, por përkundrazi po bëhet më e fortë, fatkeqësisht në dekadat e fundit dhe veçanërisht në 2 vitet e fundit. Vetëm muajin e kaluar në dhjetor, 15 persona u vranë ndërsa po merrnin pjesë në një festë të Hanukas. Pra, edhe në vitin 2026, të qenët hebre për disa është një faj që dënohet me vdekje. Prandaj është roli i brezit të ri, i juaj, të siguroheni dhe të kundërshtoni çdo formë urrëtieje që e mohon një qenie njerëzore vetëm mbi bazën e fesë, besimit apo përkatësisë etnike. Sipas dokumenteve të ruajtura në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, ndryshe nga shumë vende të tjera europiane, familjet shqiptare të udhëhequra nga kodi i nderit Besa rrezikuan jetën e tyre për të fshehur e shpëtuar familjet hebreje. Në kuadër të kodit të nderit të Besës dhe të mikpritjes, do të thënë që jo vetëm popullsia shqiptare, pra populli thjesht e vuri në zbatim këtë, po edhe qeveria shqiptare, edhe pse ishin në përshtimin italian dhe gjerman. Janë të shumë të dokumentet që dokumentojnë se shpesh qeveria shqiptare porositë administratën e vetë në gjithë Shqipërinë që të nxinin viza hebrejve që jetojnë në Shqipëri, me qëllim që ato të lëvizin në vendet më të sigurta. Në mbar botën, më 27 janar përkujtohet Dita Ndërkombëtare e Viktimave të Holokaustit. Në këtë ditë, 81 vite më parë, përkatësisht në vitin 1945, forcat sovjetike çliruan kampin nazist Auschwitz. Regjistrimi origjinal i komunikimeve mes gardistëve në protestën e 21 janarit është dorëzuar në SPAK nga gazetari Ertan Hoxha. Ai tha se kaseta tregon qartë urdhrat e dhënë nga drejtuesit për të qelluar mbi qytetarët. Gazetari Ertan Hoxha dorëzoi në prokurorinë e posaçme regjistrimin origjinal të 21 janarit, që sipas tij provon se urdhri për të vrarë 4 protestues në bulevard erdhi nga zinxhiri komandues i gardës. Kam dorëzuar kasetën origjinale. Ky audio regjistrim dëshmon qartë që vrasjet nuk janë bërë nga pokëtësia, po janë bërë nën kontroll të plot, janë bërë me urdhër dhe ka patur një hierarki që komandonte të gjithë forcat e gardës, sidomos njësinë që ka marrë përsipër qëllimin drejt protestuesve. Përfshirë 4 të vrarë dhe të paktën 13 plagosur që janë regjistruar në atë ditë. Ai kërkon zbardhjen e së vërtetës për demonstratën e dhunshme të 21 janarit. Burimi në këtë rast jep informacion mbi vrasjet që kanë ndodhur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Vrasjet të cilësuara tashmë nga gjykata e Strasburgut si krim shtetëror. Dhe për mua është shumë e rëndësishme mbrojtja e identitetit të tij, e jetës së burimit. Procedimi penal është regjistruar për 3 akuza të rënda, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, shpërdorim detyre dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ndërkohë, edhe preda që i mori jetën protestuesit nga Lezhë Alex Nikës do të vendosë se çfarë ka ndodhur 21 janarin e 2011-s. Por për këtë pritet përgjigja e ekzaminimit shkencor nga autoritetet në Rom, që në 15 korrik të vitit 2024 që SPAK-u detyrua nga gjykata e lartë të rihap dosjen e 21 janarit, për herë të parë kanë dëshmuar zyrtarët më të lartë të shtetit për kohën. Prokuroria speciale ka marrë dëshminë e kryeministrit të kohës Sali Berisha, numri 2 të tij Asokohe Ilir Meta, të ministrit të Brendshëm Lulzim Basha dhe të presidentit të atëhershëm Bamir Topi. Duke thirrur zinxhirin më të lartë shtetëror, organi akuzës kërkon të zbardhë rolin e secilit nëse ndonjëri është implikuar në dhënien e urdhrit për të shtënë mbi protestuesit. Gjykata kushtetuese ka vendosur të kalojë për shkurtim në seancën plenare ankimimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj kundër masës së sigurisë arrest me burg. Veliaj kërkon nga kushtetuesja rrëzimin e vendimit të gjykatës së posaçme për arrestimin e tij. Kryetari i Bashkisë së Tiranës u vu në pranga në shkurtin e vitit të kaluar në kuadër të hetimeve të SPAK-ut për akuzën e korrupsionit. Tashmë hetimet ndaj tij kanë përfunduar dhe dosja ndodhet në gjykat. Mbi kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj rëndojnë 13 akuza: korrupsion në 9 raste, pastrim parash, fshehje pasurie dhe futje senteve të paligjshme në qeli. Forumi i dialogut politik është lëvizja që synon bashkimin e opozitës në një front të vetëm. Një nga themeluesit e saj, Ermal Hasimja, ka përthirrje që të gjithë aktorët të lënë më njanë interesat e ngushta personal për t'i hapur rrugën ndryshimit të qeverisjes. Politologu Ermal Hasimja së bashku me disa përfaqësues shoqërisë civile shpallën sot lëvizjen për të bashkuar të gjitha partitë opozitare.
Në një konferencë me gazetarët, Asimja deklaroi se Forumi i Dialogut Politik do të takojë çdo parti, pavarësisht nëse është e majt apo e djathtë, duke nisur nga Partia Demokratike tek Lëvizja Bashke e Arlind Çorit, duke synuar bashkimin e të gjithë faktorëve opozitar në betejën kundër kryeministrit Edi Rama. Bëjmë thirrje të gjithë forcave politike dhe organizatave të tjera opozitare të bëhen pjesë e këtij procesi, duke lënë mënjan interesat e ngushtë politik dhe në shërbim të mundësimit të ndryshimit të qeverisjes në Shqipëri. Sipas Armal Asimjas, treja janë qëllimet kryesore të kësaj lëvizje. Krijimin e turistnisë së nevojshme për zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta, sipas rekomandimeve të OSBE-Odirit, fuqizimin e opozitës dhe bashkëpunimin për një front të përbashkët dhe të besueshëm opozitar, pa prekur identitetet dhe specifikave secilës parti, mbështetje së funksionimit kushtetues të drejtësisë në luftën e tij për goditjen e korrupsionit dhe narkotrafikut. Thirrjet për bashkimin e opozitës gjatë muajve të fundit nuk kanë qenë të pakta, por deri më tani ato kanë dështuar. I vetmi bashkëpunim mes forcave opozitare u arrit në tetor, ku të gjitha partitë parlamentare, me përjashtim të Arlind Çorit, vendosën të mbështesnin kandidaturën e Florian Binajt në garën për Bashkinë e Tiranës. Ministri i Financave Petri Tëmalaj ka thënë se brenda muajit shkurt do të nisë rivlerësimi i pronave. Ai foli edhe për sigurimin me detyrim të banesave nga tërmeti, ndërsa projekti ligji është gati të kalojë në qeveri dhe parlament. Fushata e 4 e rivlerësimit të pronave pritet të nisë në shkurt. Aktualisht ky proces është ende penge i akteve nënligjore që duhet të përgatiten nga Ministria e Financave. Çka do të thotë se qytetarët që duan të rivlerësojnë pronat nuk mund të përfitojnë akoma nga norma tatimore prej 5%. Ky ligj ka hyrë në fuqi në datën 22 janar dhe udhëzimet përkatëse që shoqërojnë këtë ligj pritet që të miratohen shumë shpejt. Besoj që brenda gjysmës së parë të muajit shkurt do të kemi udhëzimet përkatëse në mënyrë që të vijohet me procesin e rivlerësimit. Ndërkohë, së shpejti qytetarët do të detyrohen të paguajnë edhe për sigurimin e banesave nga tërmetet. Shumë shpejt ky ligj do të kalojë në Këshillin e Ministrave për të miratuar një herë nga Këshilli i Ministrave dhe më tej për të ndjekur procedurën miratuese në komisionet parlamentare dhe më tej në parlament. Primi do të jetë një prim që do të jetë lehtësisht i përballueshëm nga qytetarët shqiptar. Natyrisht që projekt ligji që ne po çojmë mban parasysh që për ato familje të cilat mbështeten me ndihmë ekonomike apo nuk kanë aftësitë ekonomike për të përballuar primin do të subvencionohen nga ana e shtetit, primi dhe sigurimi i pronave do të bëhet dhe do të menaxhohet nga shteti. Për sa i përket fatkeqësive të tjera natyrore, zjarri, përmbytjet e të tjera, ne nuk e kemi të parashikuar në këtë ligj. Gjatë një konference me gazetarët, drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj dha një koment edhe për problemet e ditëve të fundit të sistemit self-care që përdorin bizneset përmes portalit Yllbenja për faturat e fiskalizuara. Sipas tij, bizneset kanë mundësi që të dhënat që nuk janë në gjendje të raportojnë në sistemin e fiskalizimit, t'i mbledhin dhe t'i raportojnë ato në një kohë të dytë. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Kabash Poroçan në Gramsh. Një mjet kamionçin ka rënë në humnere si pasojë e aksidentit, një person ka humbur jetën, ndërsa dy të tjerë kanë mbetur të plagosur rënd. Në makinë ndodheshin një mësuese, një infermiere si dhe shoferi, pjesë e personelit të shërbimit në fshatra. Infermierja ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa mësuesja dhe drejtuesi i kamionçinës janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të traumës. Gjendja shëndetësore e dytë e aksidentuarve paraqitet e qëndrueshme dhe ata ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë, ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti. Një 24 vjeçare mbeti e plagosur me thik në Durrës pasi u godit nga babai i saj. Vajza refuzoi të pranonte në shtëpi të atin që ishte kthyer nga Italia pas përfundimit të një dënimi me burg. Ndërkohë, plagë të lehta mori edhe një ri që ndërhyri gjatë konfliktit në rrugë. Një ngjarje e rëndë është shënuar paraditën e së hënës në qytetin e Durrësit, ku një baba ka plagosur me thik vajzën e tij 24 vjeçare, si dhe një të ri kalimtar që ndërhyri për të ndaluar konfliktin.
56 vjeçari Mikel Ndoj pas sulmit është larguar nga vendi i ngjarjes, por pas disa orësh në kërkim është vënë në pranga. Ai u kap nga policia në lagjen 17 të Durrësit ku qëndronte i fshehur që pas ngjarjes së rëndë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 10. Vajza e plagosur Jessica Ndoj si dhe i riu Onard Memlika janë transportuar me urgjencë në Spitali Rajonal të Durrësit, ku burime mjekësore bëjnë me dije se ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Sipas dyshimeve paraprake, konflikti ka lindur për shkak të mospranimit të autorit në familje. Mësohet se 56 vjeçari kishte kryer burg në Itali dhe ishte kthyer së fundi në Shqipëri, ku kishte kërkuar që të ribashkojë me familjen. Por kjo kërkesë nuk është pranuar nga vajza e tij. Kjo dyshohet se ka çuar në përshkallëzim në situatës duke bërë që ai t'i shkonte vajzës në vendin ku ajo punonte dhe ta plagoste me sik në rrugë. Një person është shumë kërkuar nga SPA ku është arrestuar në Dubai. Në pranga ka rënë Bujar Sefa, i njohur edhe me mbiemrin Zaka. 39 vjeçari akuzohet si drejtuesi i një grupi kriminal që ka kultivuar bimë narkotike në Kruj. Në korrik të 2024-s ai u dënua në mungesë nga gjykata e posaçme me 10 vite heqje lirie, por në dhjetor të vitit të shkuar SPAK lëshoi një tjetër urdhër arrest për të, duke akuzuar si bashkëpunëtor me Fisin Raja në kultivimin e drogës. Ai, sipas prokurorisë së posaçme, është identifikuar në komunikimet e aplikacionit Sky SEC. Në këtë platformë ai mbante pseudonimin Venecia dhe komunikon me anëtarët e tjerë të grupit për shitjen e lëndëve narkotike. Pritet ekstradimi i tij në vendin tonë. Protesta e kamionistëve ka sjellë bllokimin e qarkullimit të mjeteve të transportit të mallrave në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës në kufi me Maqedoninë e Veriut, duke krijuar kështu rradh të gjata. Aktualisht asnjë kamion nuk lejohet të hyjë apo të dalë nga territori shqiptar, me përjashtim të mjeteve që transporton ilaçe, kafshë të gjalla, municione apo armë për arsye emergjence dhe sigurie. Ky veprim vjen në kuadër të grevës së përbashkët të kamionistëve nga 4 shtete të Ballkanit: Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnia dhe Hercegovina, si dhe Serbia. Kamionistët protestojnë kundër kufizimeve ditore të qëndrimit dhe qarkullimit në vendet e zonës Schengen, të cilat sipas tyre dëmtojnë rënd aktivitetin dhe të ardhurat e tyre. Ende nuk ka një njoftim zyrtar se sa do të zgjas protesta, ndërsa pritet një reagim nga autoritetet e vendeve të prekura si dhe nga institucionet e Bashkimit Evropian. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, natën e mirë.